Përshëndetje, në këtë emision të dytë në Albania TV në Athinë. Në këtë edicion do të trajtoj disa tema. Në qendër është gruaja, dhe më saktë gruaja në dy kohë, kështu e kam titulluar. Kjo sepse për arsyen e fuqisë dhe të dinamikës që ato më nxjerrin në aktivitetet e ndryshme që zhvillojnë. Përpara disa ditësh, në ambasadën shqiptare, në bashkëpunim me shoqatën Jeta, u organizua një aktivitet për të tretën vit, një ekspozit me piktura të grave dhe të vajzave tona, të cilat në kohën e tyre të lirë trajtojnë dhe gjejnë vetveten nëpërmjet artit të tyre. Pra gratë e dy kohëve. Sepse ato paradite janë gratë zakonshme, janë nëna, janë motra, janë gjyshe, janë punëtor, janë profesioniste, dhe mbi supet e tyre ato mbajnë atë ritmin e tyre të përditshëm të jetesës. Ato rritën fëmijët, mbajnë familjen, gatuajnë, pastrojnë, gjatë krizës ekonomike ato mbajtën një barë të rënë në shpatullat e tyre, sepse bashkëshortët mbetën pa punë kryesisht në shumicat e rasteve, por tashmë më duket sikur ka ardhur koha që ato të rigjejnë vetveten. Dhe në fakt, këto shoqatat që ne kemi këtu në Athinë bëjnë një punë shumë të madhe për kultivimin e këtyre talenteve. Ato kanë zgjedhur të vizatojnë, kanë zgjedhur të pikturojnë në mënyrë profesionale, kanë zgjedhur të këndojnë, të recitojnë, të kujtojnë ato pasionet e tyre të hershme të rinisë. Mbas diteve, diçka tjetër zgjohet tek ajo. Paradite është një jetë më e vrullshme e punës dhe e daljes së bukës, nëse do ta them kështu, dhe mbas diteve ato ja kushtojnë vëmendjen pikërisht pasionit të tyre. Në një qoshe diku, në një atelje, aty ku ato në një kafene duke diskutuar me njëra tjetrën, pikërisht gjen zgjidhje vetvetja e tyre, dhimbje e tyre, e cila tashmë është kthyer në forcë. Sepse gjithmonë kam qenë e mendimit dhe besimit që janë gratë të cilat nuk ndalen. Ato jetojnë pikërisht në dy kohë. Jetojnë 2 herë në ditë, një herë për botën që i rrethon dhe një herë për veten e tyre, aty ku ato ndihen më të forta. Sepse ka ardhur momenti që ato gjithë ndriçimin që kanë pasur të kultivuar brenda vetes ta nxjerrin jashtë. Në vetvete janë gra, në dukje ndoshta gra të zakonshme, por janë gratë jashtëzakonshme për atë që ato shprehin. Pra unë në këtë edicion të dytë në Albania TV kam ftuar dhe kam intervistuar gjatë këtij aktiviteti Teuta Pangon, e cila është këngëtare, është nga Përmeti, Eleni Varesi është një aktiviste e shoqatës Jeta nga Korça, Mirela Floku është muzikante, këngëtare nga Gjirokastra, është patriotja ime, Elsa Legisi nga Shkodra, dhe kam dhe një zonjë tjetër, të cilat do të më flasin për ato çka ato kanë dhënë në pikturat e tyre, të cilat i ndoqëm të gjitha me shumë interes. Madje njëra prej tyre më pa dashur të zbuloj identitetin, më tregoi për aventurën e saj të dëshpëruar të shëndetit, por në fakt unë nuk pash në sytë e saj dëshpërim, unë pash dritë, sepse ajo jo vetëm që e lufton dhe e ka luftuar dhe ka dalë fitimtare, por duke diskutuar me shoqet është në një farë mënyre e ndan me ato, duke u dhënë dhimbje dhe duke i dhënë atyre forcë nga forca e saj. Le të ndjekim intervistat dhe më pas takohemi sërish. Jam Teuta Pangon, jam këngëtare.
jam në grupin e ngritjes personale dhe sot kemi ardhur në një ekspozit që neve çdo vit kemi 3 vjetresh që po e bëjmë këtë ekspozit. Shprehim ato ndjenjat tona, punën që bëjmë gjithë vitin. Unë kam bërë pemën e jetës. Dua të them që kjo në këtë pemë dekët më të bukura, kam bërë shumë dekë, dhe dekët më të bukura janë librit e mi, janë fëmijët e mi dhe nipësit e mi, dhe jam shumë e lumtur që janë një gjyshe pra, dua të them që është me fat që kam e brinjëshe. Jam Eleni Vareksi, jam nga Korça, nga një fshati Korçë nga Vitit nga Lëdevon. Temën që kam zgjedhur jam fokusuar shumë nga porta e shtëpisë time, sepse aty janë portat e shpirtit. Kam ikur nga shtëpia që në vendin e dyshit dhe po bëj 34 vjet që jam në Athinë. Po kjo portë më ka treshur si magnet dhe çdo vit të vete 3-4 herë në vit. E tu kam lërë temën time me porosim që mos më lejmë të thajnë sytë duke shikuar. Gjithmonë dhe kjo portë na priste nena të ktheheshim nga shkolla dhe unë ika me premtimin që do të kthehemi dhe s'ku të mbyllet kufiri prapë do të kthehemi. Dhe kthehemi prapë çdo vit dhe janë fatrumi që akoma e kam portën të hapur dhe kam nenën aty akoma që të më presë, pas 34 vjetësh, por i vazhdon të jetë akoma me lule, dhe kemi dhe një folet të avdyshe si dikur. Me një moment, në vitin që kam qenë në Korçë, miti im Brazovac, deshi që të prishte foleni, dhe doli vllai im dhe i tha, jo Niko, mos e prish ta foleni. Nuk prishet foleni dalldyshe, se dalldyshet janë shtegtare si alla jote. Dhe po ja prishe foleni dhe i mbylle portën ato nuk kthehen në kurrë. Që nga ajo ditë, unë e mbajta këtë në zemër dhe me jetë hapa dhe porta të tjera shpirtit në udhëtimin tonë të jetës, por ajo që më kam mbetur e mbaj portën e shpirtit tim të hapur me dritë, me dashuri për të gjithë. Jam Mirela nga Gjirokastra, që fëmijë vogël 5 vjeç, dëshira ime muzika. E lam një par kohë, por shqyrysh, ne filluam përsëri dhe këtë gjë, dëshirën time, pasionin tim, unë e hodha në pikturë. Lyjet e shpirtit tim, do me thënë, kjo, muzika dhe vetë muzika. Kësaj herë në fakt është dhe piktura. Është dhe piktura, detyrimisht, zbuluan dhe një talent tjetër në base. Të mori shumë kohë për ta zbuluar? Jo, është herë e dytë që bëj këtë gjë, që pikturojmë, që bëjmë ekspozitën. Është herë e dytë, kështu që jam më këtë radhë, më vogël dhe dija se çfarë duhet të bëja. Sa e rëndësishme është për ty që këto zonja këtu sot paraqiten me talentet e tyre në orët e mballëdhjetës, në orët e të shtunave të dielave, në orët e kohën e tyre të lirë. Para ditëve mbase bëjnë dhe punë të rëndonta. Sa e rëndësishme është për ju kjo? Të gjitha merren me diçka në jetën e përditshme. Dhe mbas ditëve është një gjë shumë e veçantë për mua. Kam 2 vjet jam futur në këtë grup dhe me të vërtetë zbuloi veten time. Me të gjitha vajzat që marrin pjesë në këtë grup, por zbulojmë veten tonë dhe përpiqemi që të ngrijemi akoma më tepër në nivel. Si që dini atëherë mbrëmja sonte quhet Portat e Shpirtit. Janë tema që i kemi bërë në grupin tonë dhe Porta e Shpirtit për mua është kjo derë këtu.
porta e një shtëpie prej buri, ose siç I themi ne të veriut, kulle, një kull që mban shumë histori, është kulla ku ulin dhe u rrit babai im, kulla e gjyshit që jetovi më shumë do them e gjyshërve, se të dy gjyshit ishin mësues, që jetuan dhe luftuan për të shpërndarë dritën e dijes në Shqipëri. Emocionet papara, nga kjo kull ndi që kam marrë shumë, derisa erdhi momenti dhe bëra pemën e familjes time. Jeta më solli të mbjell pemën e lumturisë, përsëri një temë që e kemi bërë në grupin tonë. Atëherë, këto janë degët, në çdo deg është një person I shpirtit tim. Falenderoj këtë pemë në heshtje, në mënyrën time, për ditët e bukura që më ka dhënë dhe që më ka mbajtur në këtë jetë. Përshëndetje, jam pjesëtare e grupit të ngritjes personale të organizatës Jeta. Këtu e 3 vjet. Kishim një temë shumë të bukur si vjet Dyert e shpirtit dhe si tema që flet vetë Dyert e shpirtit më ngacmoi tema e tembit. E aksidentit të tembit. E aksidentit të tembit. Duke u bërë 57 viktimat e tembit u bën vërtet ëngjëj. Kjo ishte Dyert e shpirtit që më ngacmoi. Për sa kohë e punove ti? Një javë. Brenda një javë. Brenda një javë. Je konsultuar me ndonjë skulptor tjetër? Jo, kjo më doli thjesht nga shpirti. Tjetër çfarë punimi ke parë? Kam bërë gjithashtu portën e fshatit tim, portën e shtëpisë së fëmijërisë, këtu ku linda Aurita, kam bërë një portë të hapur, që është gjithmonë e hapur për fëmijën e vet, gjithashtu pa çelës, sepse shtëpia e prindërit nuk kërkon çelës, dhe kam zgjedhur muret e gurta, që është kalaja e shpirtit tim. Kurse E pra, si që pate dhe ju në këto intervista, janë gra të cilat shkëlqejnë dritë, japin frymëzim nëpërmjet frymëzimit të tyre, japin jetë nëpërmjet jetës së tyre, dhe njëkohësisht duke shkëmbyer përvojat e tyre të jetës, përvojat e dëshpëruara dhe përvojat pozitive, ato nuk bëjnë gjë tjetër veç se na japin forcë të gjitha ne të tjerave dhe njëra tjetrës. Le të kalojmë në një pjesë të dytë. Irma Mërtiri është një mikja ime vjetër. Irmën e kam njohur në shoqatën e gruas dhe me të kemi bashkëpunuar shpesh herë. Tashmë ajo është kryetare e shoqatës humane Bashkë për Ju. Përpara disa viteve, Irma ka kaluar një sëmundje të kancerit të gjirit. Dhe është pikërisht arsyeja të cilën ne e kemi njohur. Në udhëtimet tona, në mbrëmjet tona, ajo nuk resht duke na dhënë këshilla për ta tejkaluar këtë sëmundje dhe për të bërë analizat eksaminuese. Na jep frymëzim, na jep forcë. Jo vetëm për mënyrën se si e tregon, por dhe mënyrën se ajo u pranua të intervistohet për kamerën tonë të Albania TV. Jo të gjitha e bëjnë këtë. Kam pyetur edhe gra të tjera të cilat do kam dëshashur t'i intervistoj, por ju duket që kalojnë në një farë mënyre të njëjtën eksperiencë të dëshpëruar jetës së tyre dhe dëshirojnë të harrojnë, por natyrisht që është e drejtë tyre dhe mua më duhet që ta respektoj. Gjithsesi, do dëshiroja të dëgjojmë Irmën të gjithë së bashku, ta shikojmë atë, ta ndjejmë atë dhe të pranojmë këshillat që ajo na jep. Secila prej nesh shpreh forcën e saj duke u përkujdes në radhë të parë për veten, sepse gruaja është yll e familjes. Mora këtë frymëzim nga një aktivitet I cili u zhvillua nga shoqata e gruas në Athinë në Tetorin Roz. Në fakt, kanceri I gjirit nuk është një sëmundje që duhet të flasim vetëm në një muaj në vit. Të 12 muajt e vitit janë
të detyruar ose të preokupuar, të cilat të na falin e kohë që të mund të analizojmë veten tonë dhe të merremi me veten tonë, me sëmundjet tona, sepse gjithçka fillon prej nesh dhe nuk duhet të harrojmë kurse që shëndeti është i pari dhe aktivitetet e tjera vazhdojmë. Le të ndjekim një fragment nga aktiviteti i organizuar, të cilit unë me pak minuta mund ta pasqyroj. Përshëndetje. Jam duke pritur vajzat e lidhjes së gruas shqiptare Nothing. Muaji tetorit është një muaj i butë, por është dhe një muaj roz. Kjo histori ka filluar qysh në fillimet e viteve 90, kur shoqëritë sensibilizuese të gruas kanë filluar të kujdesin më tepër për gratë, për ne të gjitha. Dhe muaji roz simbolizon muajin e mbrojtjes së gruas, sepse shëndeti i gruas është forca e saj. Filloi në vitin 1990 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe menjëherë 2 vjet më vonë, Shoqëria e Madhe Estetike Estée Lauder e shpalli muajin tetor si muajin e mbrojtjes së gruas ndaj kancerit të gjirit. Dhe këtu sot, ne kemi mbledhur të diskutojmë me një mjek, të na këshillojë, të na udhëzojë, të kërkojmë pyetje, të kërkojmë këshilla, dhe pse jo, të ftojmë edhe gratë tjera. Athina, qytetet e mëdha të gjithë botës do vishen roz, dhe gruaja, kjo ngjyrë roz simbolizon atë, le të jetë mbrojtje dhe të kujdesemi të gjitha për njëra tjetrën dhe për veten. Unë kam marrë pjesë tek eventi i fundit që u bë nga Lidhja Shqiptare e Gruas këtu në Greqi për problemin e kancerit të gjirit. Tetori ishte muaj i kancerit të gjirit, tetori roz, siç është i njohur në gjithë botën. Arsyeja që mua më bëri që të shkoj dhe të jap përvojën time në këtë event organizuar nga Lidhja e Gruas Shqiptare këtu në Greqi, ishte problemi im shëndetësor që kam kaluar me kancerin e gjirit. Arsyeja që më bën dhe më shtyn të marr pjesë në këto evente, në këto eventesh, është që të jepet sa më shumë informacion, sado që ne jetojmë në shekullin e 21 dhe shkenca ka ecur shumë. Informacioni është i madh, prap shumë gra, sidomos gratë shqiptare, sepse janë të përkushtuara mbi punën, mbi familjen, mbi gjithë problemet e tyre familjare, pra veten e tyre ka lënë në dorën e dytë, nuk kanë informacion të saktë mbi kancerin e gjirit. Është kanceri numër 1 që merr jetën e grave në botë. Pra vdesin janë gratë, vdesin numëri më i madh i grave nga kanceri i gjirit në gjithë botën. Është arsyeja kryesore e vdekjeve të grave. Me sa mbaj mend, ti gjithmonë për udhëtimet tona, në për festat tona dhe sa herë që ne thjesht pim edhe kafe, ti nuk e rreshtur kur ne të kërkojmë të na flasësh për përvojën tënde. A janë të predispozuara gratë të dëgjojnë jo vetëm historinë tënde, por dhe të bëjnë një kthes në mënyrën se si ato e trajtojnë veten e tyre? Çfarë ke kuptuar ti? Nuk është vetëm që ato të bëjnë një kthes. Gratë në përgjithësi nuk kanë informacionin e duhur mbi këtë lloj sëmundje. Pra, nuk din nga ana praktike, duke filluar që nga momenti i parë që ato shkojnë diçka të dyshim në gjoksin e tyre. Pra sikur të jetë një puçër e vogël, gjithmonë e kërkojmë. Një nga ato isha dhe unë. Në momentin që unë kapa diçka të vogël si një tip puçë, janë shkalova thash, pra nuk është diçka, do jetë në një gjendër dhjamore e lehtë e vogël. Në fakt nuk duhet pritur derisa të dalë ajo puçër, sepse ekzaminimet fillojnë shumë herë. Unë gjithmonë teoria ime ishte që nuk jam e sëmurë, nuk kam pse të shkoj te doktori. Nuk është kështu, sepse ky lloj kanceri ka avancuar kaq shumë sa është shumë i rrezikshëm. Agresiv. Pra duhet shumë agresiv, pra merr jetë njerëzish edhe në kohë shumë të shkurtër. Pra duhet kontroll, ekzaminim të paktën çdo vit, Edhe në 6 muaj nuk është gjë e keqe, një mamografi, një eko gjiri, pastaj në raste të tjera diçka më tepër, siç është magnetikia, siç janë, domethënë të tjera mënyra ekzaminimi më të avancuara. Ju dolët fitimtare në këtë luftë. Do ta quaj luftë, sepse është një sëmundje. Ka vazhdim, kjo është e rëndësishme. A e shijon jetën më ndryshe? A kupton
që jo vetëm bëre një gabim dhe I kishe lënë pas dore, por a kupton që jeta është vërtet një dhuratë dhe është e bukur? Po, e vërteta është që jeta është një dhuratë dhe është e bukur. Nuk është ajo vetëm arsyeja e reagimit tim, e ndryshimit tim mbas kalimit të kësaj sëmundje. Ajo që unë dua t'jap është informacion sikur dhe një grua më tepër të informoj, është një shpëtim jete më tepër. Pra, mos informacioni në këto raste, shumë gra e mbulojnë, e ndjejnë për turp, nuk është turp, ajo është një sëmundje, nuk është diçka që zgjodhëm, ishte zgjedhja jonë. Pra, ajo vjen, thjesht vjen. Më parë rastet ishin shumë të pakta, tani rastet janë shumë të shumta dhe arsyet, domethënë më përpara nga ana shkencore kërkohej nëse kishe patur nga ana e nënës dikë të smur, domethënë përqindjet më të larta ishin atje, tani nuk kërkon më njeri, domethënë arsyen, sepse është shfaqur shumë, duhet thjesht kontroll I gjithashëm, duhet shpjegim grave në mënyrë sa më praktike që ato të kuptojnë dhe të dinë të reagojnë në momentin e duhur. Sepse po u kap në momentin e duhur, ka shpëtim jetësh, domethënë mua nuk më intereson që të fshihem mbas asaj që kalova. Mua më intereson sikur një grua do ta çmoja shumë nëse dikush më kishte folur me hollësi mbi këtë sëmundje. Megjithëse unë e pata në familje, pata gjyshen time, tezën time, dhe mbas tyre erdhi tek unë, po jo në këtë shkallë. Tek unë ishte shkallë shumë më e lartë e agresivitetit të kancerit. Domethënë ishin 3 lloje kanceri që edhe për mjekët ishte diçka me përqindje shumë të ulët. Domethënë në një 5% në gjithë gratë në gjithë botën ishte rasti im. Një mesazhi juaj I fundit? Mesazhi im, kontrolloni veten. Mos keni mos u ruani, mos u fshini pas kësaj sëmundje. Këshilloni sa më shumë gra, sa më shumë njëra tjetrën, në mënyrë sa më praktike që gratë ta kuptojnë, të dinë të reagojnë në momentin e duhur. Kjo është e imja. Kërkoni ndihmë nga ata që e kanë kaluar ose nga mjek. Ku të mundni? Kërkojeni nga interneti, në specialist. Ndodhem në një lagje të Athinës, në një avli shumë të bukur, ku këtu I zoti I shtëpisë e ka rregulluar për mrekulli dhe shikoj një pemë që në greqisht thuhet Niktolulu, në fakt nuk e natës e bie shumë të mirë. Në fakt është një festë familjare. Një çift I ri, I cili si vjet ka vendosur të kthehet të jetojë përgjithmonë në Shqipëri dhe më saktë në Sarand, sot do të organizojë një festë sepse presin një fëmijë të dytë, të cilën nuk e dim se çfarë është vajzë apo djalë. Dhe për këtë arsye, unë do dëshiroja që të bëja një intervistë për mënyrën se si ata e ndryshuan këtë vendim nga Athina të jetojnë në Sarand, për vështirësitë që kanë dhe natyrisht në fundit për mushnerit do të vijë. Duke filluar që nga kuleçet, nga baklavaja shqiptare, nga byreqet dhe nga çdo gjë tjetër këtu është me aromë shqiptare. Dhe siç ju thash, çifti I ri që sapo është transferuar në Sarand është Eleni. Eleni ka një vajzë të vogël Eleonorën dhe shumë shpejt do të ketë një vajzë apo një djalë të cilin nuk e dim se por shpresojmë që të jetë një bebush I shëndetshëm dhe besojmë natyrisht. Ju falenderoj unë. Eleni, si ju duk të dyve ky ndryshim nga Athina në Sarand? Si e morët të vendin? Kjo është ti apo? Se ti për Eleni, u tha Klaud. Mendim spontane ishte. E kemi qef Shqipërinë, nuk është që jemi larguar. Unë me familjen time, para se të një Kleanthin, gjithmonë shkoja, kisha qef të rija, thoja gjithmonë kur isha vogël dua të kthejm në Shqipëri, po pa ditur çfarë vështirësi ka, çfarë pengime të më japin në jetën time, edhe thëmë ta provojmë, pse jo. Vështirësitë e para cilat ishin? Për mua është gjyja. Gjuha. Po. Në fakt ti e flas shumë bukur. E flas se më kanë ndihmuar mami dhe babi në shtëpi, gjithmonë më flis në shqip në shtëpi, jashtë greqisht se jam në shkollë, jam studimet e mia, puna ime dhe vetëm në shtëpi me njerëzit familjare po mundohesha edhe unë të flisja. Pastaj njoha edhe burrin që ishte sarandiot, ishte shqiptar edhe bashkë edhe ai ka mësuar greqisht, se nuk është që ka ardhur në Greqi. Ka
ardhur kur më ka njohur edhe domethënë njëri plotson tjetrin, njëri plotson në greqisht, tjetri në shqip edhe e mësojmë nga njëri tjetri. Kleanthi ti ke qenë këtu me punë, përpara se të largohesh në Mali dhe tani ke filluar aty, je i kënaqur? Me turizmin që kem në Saran, është gjithmonë viti nga vit, domethënë është në rritje. Profesioni tim që jam kuzhinier është në favor për këtë, sepse edhe pagat janë shumë të kënaqshme se sa këtu, por edhe aty jemi në vendin tonë. Domethënë jemi në shtëpinë tonë, nuk është se jemi emigrant, si mund ta quajmë. Natyrisht mendojmë që vjen shumë shpejt një bebe re në jetë. Po. Dhe shpenzimet sa më shumë do të rriten apo jo? Ato e kemi marrë parasysh, po Kjo ju lumë për të dhe natyrisht ju përgëzoj. Eleni për të ardhmen, sepse do rritet fëmijë, dhe ti natyrisht do të kesh dëshirë që të punosh diku të shërbesh, ti ke kryer studimet e tua, çfarë mendon? Si mund të duket më thjesht? Unë gjithmonë jam me mendime pozitive. Nuk shkoj me kam probleme këtë gjë, them do e zgjedh. Ajo që dua unë të bëj tani pas lindjes, vajza sigurisht është në kopësht, bashkë me mendimën e burrit të marrë ose ndonjë mësues privat, të mësoj gjuhën, që të kem lirinë e gjuhës, të flas, të shkruaj, se për të folur merremi vesh, e flas. Po është puna që të shkruaj, ajo është gramatika, po. Atje, kjo është tani për më përpara avash. Nuk e kemi shumë mendimet tu pa tu bë. Se Zoti ka plane tjera, ne kemi plane tjera. Unë të di. Atëherë më lejoni që qurojnë edhe të parë të kesh një dinje sa më të mbarë. Jetë të lumtur të katërve. Faleminderit dhe suksese në gjithçka që bën. Faleminderit shumë. Καλησπέρα. Εγώ είμαι η θεία εδώ πέρα της ιστορίας. Έχουμε μαγειρέψει από το πρωί, έχουμε ετοιμάσει τα πάντα, είναι όλα έτοιμα. Για να μάθουμε το φίλο του δεύτερου παιδιού, αν και κάποιοι το ξέρουν. Εγώ ξέρω. Αλλά δεν το λένε. Δεν το λένε. Πώς σας φαίνεται η Ελένη σαν νέα μανούλα και θα ξαναγίνει μανούλα? Είναι μια χαρά. Θα το καταφέρει όπως το καταφέραμε όλοι. Γιατί και εγώ έχω 2 παιδιά. Είναι δύσκολο έργο. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο το να είσαι μητέρα και νέα μητέρα. Και πόσο μάλλον η Ελένη που είναι μόνη. Δεν είναι ότι έχει βοήθεια, αλλά πιστεύω ότι το παιδί σου δίνει την ενέργεια και τη δύναμη να το καταφέρεις και το καταφέρνεις πάντα. Ακόμα και στα πιο δύσκολα, χτύπα ξύλο που έχουμε να μην έρθουν ποτέ, πάντα τα καταφέρνεις. Ό,τι και να είναι γερό, να είναι δυνατό και να έχει τύχη στη ζωή του, υγεία και τύχη. Την ίδια σκέψη είχε η νονά της Ελεονόρας? Ναι. Εγώ επειδή γνωρίζω και επειδή ξέρω ότι η Ελένη μπορεί να τα καταφέρει, ό,τι και αν είναι, δεν μπορώ να πω, δεν θα αποκαλύψω, θα αφήσω την Ειρήνη να πει Τι πιστεύω ότι είναι. τι πιστεύει ότι είναι, ναι, και μετά ο καθένας ό,τι πιστεύει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι κορίτσι και το δεύτερο. Το πιστεύω αυτό, γιατί... Ειρήνη το ξέρει. Όχι, δεν το ξέρω. Απλά πιστεύω ότι είναι κορίτσι για κάποιο λόγο. Πιστεύω ότι έρχεται η Άννα, δεν ξέρω. Ας περιμένουμε. Αν πέσω έξω, εντάξει, δεν πειράζει. Ας περιμένουμε λοιπόν. Δεν πειράζει, θα περιμένουμε να δούμε. Pra, si që kuptuat dhe nga video, Kleanthi dhe Eleni shumë shpejt do të kenë një vajzë dhe Leonora do të ketë një motër. Në video njëkohësisht bebushit të ri, të cilat i urojnë, ishin mjaft entuziaste për Elenin dhe për shtatzaninë e saj, e cila i pati shumë afër me një diferencë të shkurtër kohe dhe i shprehnin besimin dhe natyrisht dëshirën për ta ndihmuar dhe për t'i qëndruar pranë.
Në këtë fund të emisionit do dëshiroja t'ju përshëndes të gjithëve, t'ju falenderoj. Njëkohësisht një informacion të shkurtër, sot patëm 3 rubrika. Në rubrikën e parë paraqitëm aktivitetin e shoqatës Jeta dhe të ambasadës shqiptare, ekspozitën e grave dhe vajzave të shoqatës Jeta. Në një pjesë të dytë folëm me zonjën Irma Mërtiri, kryetare të shoqatës Bashk për Ju, e cila na foli për peripetjen e saj të kancerit të gjirit, të cilën e ka kaluar tashmë, dhe në diskutimet tona na frymëzon me përvojën e saj mjaft entuziaste, duke na dhënë forcë dhe dinamik. Dhe në fund folëm për Elenin, për Kladhin dhe për Lenorën e vogël, të cilët do të bëhen me një bebush, me një vajzë të re, me një vajzë të vogël. Ju falenderojmë të gjithëve që qëndroni pranë nesh, që na ndiqni. Njëkohësisht presim vërejtjet tuaja, sugjerimet, na telefononi dhe qëndroni pranë nesh. Ju falenderit.